Trafiku i qarkullimit të automjeteve në dalje të Shkodrës nga Kisha Azojës edhe këtë të diel ka qenë më i rënduar se në ditët e javës. Kjo është e kuptueshme pasi fundjava shoqërohet me rritje të numrit të automjeteve në qarkullim, si në drejtim të Velipojës, ashtu edhe të Shirokës dhe Muriqanit dhe Anasjeltas. Megjithatë, shtimi i një kursie provizore për anish karburantit në të djathtë në drejtim të urës së re të Bunës që të çon drejt Shirokës apo Muriqanit ka sjellë një farë lehtësimi të trafikut, por ky segment e ka të nevojshme të shoqërohet me sinjalistikë rrugore të dukshme. Gjithsesi, ardhja nga kjo urë drejt Kishës së Zojës her pas here shoqërohet me trafik të rënduar, i cili vazhdon në drejtim të urës së Baqallekut dhe deri tek Harku i Bërdicës. Gjithashtu edhe pjesa më e madhe e segmentit rrugor të ish pazarit të vjetër është e dominuar nga automjete në pritje ose që detyrohen të ecin shumë ngadalë. Rreth rrotullimi pranë Kishës së Zojës, kapaciteti ulët i urës së Baqallekut dhe rruga me vetëm 2 korsi deri tek Harku i Bërdicës prej shumë vitesh nuk i përgjigjen më fluksit të automjeteve që hyjnë dhe dalin në qytetin e Shkodrës. Për këtë arsye ka nisur puna për zgjerimin e infrastrukturës rrugore në këtë zonë, por deri në përfundimin e këtij projekti në kushtet e rritjes së shpejtë të trafikut, është e nevojshme që Bashkia Shkodër dhe Policia Rrugore të vlerësojnë mundësi të tjera alternative për lehtësimin e lëvizjes së automjeteve. Sezoni turistik i kësaj vere ka paralajmëruar dyndje turistësh, të cilat shoqërohen me shtim të dukshëm të automjeteve në trafik.